do të ndodhë. Ka thonë asë gjeri për. Të falenderoj shumë, me dhe për ftesë. Të nderuar banor të Çermenikës, është nder dhe krenari për mua sot që të përshëndes të ditë të bekuar, ditën e verës, dita që gjenezën e ka këtu, por një thirrje zemre u bëj, të ktheheni në këto treva, sepse janë të mrekullueshme. Ja ku e kemi gurin e Muzhaqit, fushën e Gurrës, por dhe shumë investitor kanë ardhur këtu dhe po investojnë. Unë nga thellësia e zemrës dua të uroj gjithë agjëruesit agjërim të lehtë. Më vjen mirë që sot jeni mbledhur këtu. Ne sot nuk kemi ardhur për politikë, po kemi ardhur thjesht për të uruar, gëzuar dhe kalofshi sa më bukur. Zoti ju bekoft dhe ju dhuroft më të mirat e mundshme. Faleminderit.